Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një deklaratë për mediat ka hedhur akuza të forta ndaj procesit zgjedhor të 11 majit, duke cilësuar atë si farsën më të turpshme të 32 viteve pluralizëm dhe në kundërshtim me standardet ndërkombëtare dhe kushtetuese. Berisha akuzoi edhe kryetarin e SPAK Altin Dumani, që heshti para denoncimeve për krime zgjedhore. Ai deklaroi se me Edi Rama në pushtet, zgjedhjet e lira janë të pamundura dhe asnjë rezultat nuk mund të konsiderohet legjitim mbi atë që ai e cilësoi si falsifikim monstruoz. Të dashur qytetar dhe qytetare, zgjedhjet nuk kishin. Kjo ishte një farsë e turpshme elektorale, më turpshmja në historinë, më turpshmja në historinë 32 vjeçare të pluralizmit në Shqipëri. Në këto zgjedhje, si kur më parë, shteti i tërë doli lakurisht në shëmtinë e tij kundër qytetarëve, për të bërë presione nga më të ndryshme, përdori të gjitha mjetet e tij, përdori nënpunësit e tij të panërgjeshëm kriminal elektoral, për forma nga më të ndryshme presioni. Ndaj të dashur qytetar, dijeni se me 11 maj ka ndodhur një gjë më e madhe për demokracinë shqiptare. Referojuni këtij dokumenti ndërkombëtar, dokumentit të Kopenhagenit, i detyrueshëm për çdo vend demokratik që zhvillon zgjedhje dhe zgjedh qeverinë me votë të qytetarëve. Edi Rama nuk zhvillon zgjedhje, zhvillon farsë dhe e paralajmëroj të mos bëj asnjë lloj përpjekje, ndërhyrje mbi dokumentacione dhe të tjera që i ka të zakonshme. Ja u tregova historinë çfarë ndodhi në Këshillin e Europës. Ju lutem, njoftoja në qytetarëve. Janë ulluar darkën për sjelljen e tij si me qenë i biri i Gaddafit apo Enver Hoxhës, dhe pastaj fluturuan qindra mesazhe kërcënimi tek personalitetet që janë ulluar darkën. I them mos guxo të përzihesh në asnjë lloj procesi, sepse këtë e ke gatuar vetë, edhe nuk e gatuar sot, nuk e gatuar me datën 11. E ke përgatitur në mënyrën më kriminale.